sepse një kompë që nuk mund të ndërtoj shpirtin e vetë pa librin. Libri mbodhen gjatë mbi këngë tonë. Një 380 dëshmorë të sakshëtaj popullores janë shokë, nuk mund të ngrohë. Dhe qa më të veçanë në ky libër? Poetja nuk më thënë që është një lahut e marrjeve, një lahut historike, një lahut të të shumë modern e marxist. E meriton lufta jo një libër tjetër. E meriton veprën monumentale të Raimondës. Ndoshta mund ta bëjmë një pyetje si sot. E kujtojmë kohën e Skënderbeutit. Një balet e kemi atje që shkruaj një histori Skënderbeutit, vjen sot. Po përfillojmë atë luft pa marrë baletin, ose pa autor të asaj kohe. A do t'i shumë e varfër ajo. Edhe e kujdes historike, sigurisht. Edhe do t'i shpejt e kujdes. Prandaj, edhe ngjarje historike, ose më të reja. Le ta themi pa e zmador fare, do t'ishin shumë të varfër ato ngjarje pa libër e Raimonda Maliqës. Bukuria i librit dhe përgjithësi votime të Raimondës e pa veçantë të saktë sepse për më përshtet, nuk për në kreasën në po me përshtet ma. Në lykëshër tjetër që hasë të adezimit të veprës, është një fuqi politike të shprehjeve e letrishtës dhe të etikës veriore. Të arriti harmonizojnë ato, aq fuqishëm, aq harmonishëm, aq natyrshëm, sa njeri bakë të ato a është një nuk apo i veriut. është një shërije shumë natyrshme e formulave poetike veriore me ato që janë. Falenderojmë profesor Branin për këto fjalë të bukura artistike që na e tha për vlerën e librit e Raimonda Maliqës. Dikush mund thotë po zgjat ky promovim, por unë në fillim thash se promovim po, por është fesë libri, sepse na lidhin shumë fesa në këtë ditë. Prandaj autoria derisa i ka shkruar, përpunuar 644 faqe, edhe ne do të kemi paktorim. Këtu para ju ftoj një shok të luftës, njerit të sakrificës, një hebror ushtarak, i cili edhe ai ka bërë vlerësimin për këtë libër, ai është Zoti Ali Geci. Përshëndes zotëve, në tekst të veçantë, atë në gjëmasin, këtë buhet këtë bisiklet. Përshëndes, veteran dhe invalid të ushtrisë të Kosovës. Përshëndes familjen Adem Desharit, që tani ma u shëndru me hero politiku. Me lejoni të përshëndes edhe Raimonda Maliqën, që sot na vjen për këtë ditë festive, na vjen si histori, na vjen si e bukur adelt, na vjen si vletër shqiptare, që nektarë në nektarë mbledh dullet më të mira, për më të mirë që anë për lirin dhe pavarësinë të adelt. E saj, ashtë të gjatë, ashtë fuqishëm, është një befasi e këndshme, sepse lahutën e Madhësisë Vatikane ka qujti kur për vepër balkanike, e nesër pasesim në shtaket dhe tjeti për vepër balkanike. Është shumë interesant një vlerësim i gjatë që udhira qaj, metafora, rima nuk dërzohen as vargu para Raimondës, as Raimonda para vargut. Raimonda Maliqë ka botuar shumë vepra dhe ka kulmue në figuracionin më të lartë në zhanrin
e luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Urime dhe dorëzoti dhe shumë tjera përdosimit. Me ndërëm Zotin Geci. E thashë edhe me herët se në këtë festë libri na kanë ndëruar shumë figurat, njohura tjetës kulturore, artistike, anëtare. Por në pamundësi, vërtet në pamundësi se të jojnë pasirë për gjithë shprehjen e ndimin e vetë për këtë libër kaq të mirë dhe të vlerësuar, jemi munduar ashtu siç autorja ka bashkuar gjeografinë atë breu, edhe ne të ecim rrugës që na shpën në këtë libër. Ftoj para jush recitatorën që na bie nga trojet e Ilirides. Para jush me një monolog, Sadije Ismojli Ilirida. Faleminderit Ivan. Drenic. Oj, Drenic. Po shumë të dua. Sepse ti e qakuja dheu të shqipeve që në pekurizin tëndë parte shumë janë ndërshekuj. Edhe atëherë, kur të përgjakën demonët, edhe atëherë, kur tiratin të qirin të nëzinë përmanisht, edhe atëherë, Drenica ime, kur së përgule, ti e shkambë që në të shemësh kur, ti e shkambë që në të shemësh kur. Ju faleminderit shumë. Do të jeni një ditë, ju faleminderit shumë. Iliridën, por kur për në përmen luftën, vallaj më se kene në kanë në jeri. Me pjesmogen e ti, jo vetëm këtë të dobim, këtë manifestim, këtë fest, por shumë festa tjera, gjithë i ndëran simboli i rezistencës, njeri i sakrificave, prici i shqyqeve të liris, dhe për ta përshëndetur këtë fest, para ju shkoj Zotin Boc Adem Klemonci. Thonë juve, vëllezërat e mia, motrat e mia që mos rënë shukar para se të këj fjallin, ju lakë. Këtë ditë të parë të festës sonë, të shpalljes së pavarësisë sonë, nuk ka qenë asnjë zgjidhje më e mirë, asnjë temë më e mirë se pikërisht në këtë libër, sikur që u tha, monumental për herojët tanë, për dëshmorët tanë, për martirët tanë, që ata që po harrojnë sa gjatë orderë që ne sot mund të flasim lirisht, të ndihemi lirisht, atyre t'u aqojnë këtë libër e t'u themi lexoni. Ata që përtojnë të shkojnë në Marinë, e të shojnë në memorialin e 3-4.000 shqiptarëve që dhanë jetën për liri, zonë nga trilimet, nga shpifjet, e qëndikve dhe të popave të Beogradit, ende popullin tonë po e majnë në rete, ende po hezitojnë që ne na japin ushtrin tonë, armatën tonë, që ne ta mërë dhe vetën, dhe jo të na vijnë miqët tanë me ushtrit e tyre dhe të na ruajnë këtu, na ruajnë që të mos na lanë që të bëhen zot të vërtet ende të adhërë. Kështu që mos e mund një fort me fjallë më radhë, po ta dini që duhet jemi ende të gatshëm, sepse nuk dihet. Ne jemi të rrethuar me ata që na i kanë marrë copat e adhërë tonë. Në botë, ende
mafia politike, ekonomike, ndërkombëtare, ende ka përzirë punë të liga, ende po bëhen pazare me fatet e popujve të vetë, në cilët jemi edhe ne. Prandaj, duhet i vlerë mend, të mos harmitemi shumë, të mos lazdrohemi shumë, të mos harrojmë aq shpejt se ku jemi në si jemi, duhet të dim se në çfarë hapësire dhe në çfarë kohë jemi duke jetuar. Prandaj edhe këto libra, këto përkujtime, këto festime, duhet të jenë një dëshmi për gjitha ato gjenerata që lidhen pas lufte, ose që u rritën pas lufte, që të dini se liria nuk na ka. Edhe disa shtete kryesore të Evropës na ndihmuan, po gjakun e derdhëm ne. Ata ju e dini na ndihmuan nga 10 kilometra largësie dhe thanë 0 viktima. Nuk desh ata viktima tja. Kurse na i dhamë 25.000 viktima. 20.000 gra e motra tona i dhunuan edhe i vranë i shkatëruan, i shteruan në troje tona. Na kallën me 200 gati 300.000 shtëpi e kulla e pasuri tona. Do me thamë, atyre që mundohen të harrojnë, ose të nga bëjnë që të harrojnë, gjakun të të derën, ta shisi vjetë, kjo ishte lufta e fundit e jona qëma. Që nga lufta, pikrish që kota jo, e lyve që vleta jo që po punon, është nga gjepja detalismë shqiptare, nga libra e Rezufit, e shumë shokë tje. Pra, ne duhet të shikojmë mirë, të mendojmë mirë, t'i lëmë dasi tonë, t'i lëmë mos marrëveshje tonë. Ata që gabuan dhe nuk e vlerësuar situatën si duhet dhe u rreshuar gabimisht, nuk u kërkojmë dhe tyre kur gjejë po. Mos të shketi gjakën e herojve të shmojme e partire ta. Ne ta urin kokën, mos mundohet ta shkandar, disa që mundohet që rrimin atyre për përëndim anin, parët e bukoshit e të tjerve, të flasin për një usëri atje jo. Farku jo, për tjeti pas ka qenë edhe farku usëri, e pas ka qenë me të mund që krejosi. Duhet të bëjmë budala para gjithë botë. Prandaj, le të jemi të gashëm, le të jemi si qenë, të mos e harrojnë kaluarën tonë, të di sot ku jemi, në mënyrë që mos na ndodhin edhe të ardhshëm, që të na gjejnë të papërgatitur, sepse po t'ishim përgatitur si duhet, nuk do të bëjmë këta e kjo. Po, ishte një pjesë e madhe që ratë mos provokoni se ta shqenë, u takova me tjetërin me atjetërin, ta do të regulojmë. Me mjetë e palsore, do një të nga brotin një autonomi, njërë e një këtë barki, pas të e një horbuku. Po, ishte dera e Adem Jasharit, shpia e tyre, ishte prekazi heroik, që nuk pranuan kur farë autonomisht dhe prandaj u hodhën në flakë dhe u viktimizuar ka e drejtë botë. Me këtë viktimizim, ata gjithë shqiptarëve u bënë thirrje edhe u thakë. Ne çfarë patëm i vranë. Edhe ashtë babën, edhe ashtë namën, edhe ashtë miqët, edhe ashtë mitë. Edhe i vidë dhe Evropa, nana jonë plake cila hala mundohet edhe mashtrohet nga lojra që i bërë Serbia, u vidë dhe Amerikanë Madhëritin, se nuk ka rrugë tjetër përveç se të ndihmohet shqiptarëve që kanë vendosur të farohet të gjithë, sepse e kanë kuptuar që pa njëri jeta s'ka kuptim. Dhe këtë duhet të harrojnë punë. Pa njëri e pa mas mire ka pa drenica vetë, po e pa në gjithë popullim që pa njëri jeta s'ka kuptim. Prandaj, këta heroj e dëshmorë, këta janë herojet tona, këta janë ata që na majnë shpirtin të pandarë. Na ndanë në 6 pjesë, dhe jemi të ndanë 6 pjesë, na ndanë fizikisht, po shpirtin shqiptarë nuk na ndanë kur. Dhe ky shpirt do të rri e do të bërë i Zotit, do të rritet, populli do të vendisohet dhe dalë nga dalë.
duke shfrytzuar të gjitha mundësitë që na i ofron klima e sotshme në botë, duke gjithë të orientohemi në kohën e hapësirë, dalë ato copa të cilat janë të ndara nga trupu, do t'i bashkohen truput dhe do të krijohet liria e dikushme që nga Kroacia, Bosna, Malizi, Shqipëria, Kosova me gjithë pjesë tjera. Kështu që në këtë ditë feste ju ftoj që të reflektojmë pak, të mendojmë pak, edhe të mos mendojmë që punët janë kryer, ajo gjashja, e dini ju gjashja e ka vishti, dhe ai vishti është ende s'na ka pranuar, ende po mundohet të na pranojë, ende po mundohet të na japin diçka më pak se sa linia e pavarësia. Ende Serbia dhe ai lypje teknike pastaj politike. Pra, shikojeni realitetin mirë se këta politikanë po kanë dëshirë pak të na mashtrojnë neve se ju ka shishmuar kulturë shumë, po duhet të na vënë gjumë edhe neve. Po ne, si popull e rritë që nuk do të bim në gjumë, nuk do të ta vënë gjumë askush, dhe do të thrasim, do t'i thrasim edhe këta shokët tanë që janë në pushtet, të hapin sytë dhe të mos lujnë me teritorit tona, mos lujnë me fatit tona, mos lujnë me drejtat tona, po të ngulin këmbë, sepse populli që i zgjedh, populli edhe mund t'i shenë. Këtë duhet të harroj askush, prandaj rrot populli e shqipan, rrot drejta e rrite, nga piti të shkojnë atë. Falenderojmë Basa Demin për këtë fjallë, të gjitha me vend, për ta përshëndetur këtë festë libri dhe për ta nderuar autorin Raimonda Maleshka, këtu po i shoh se janë pothuajse vati të gjithë përfaqësues të organizatat e dalën për lufta ushtrisërimtare të Kosovës. Por kësaj radhe organizatat e dalën për lufta ushtrisërimtare të Kosovës deka në Rahovec, për kontributin edhe në luftës shkrimtare dhe angazhimin e poetës për mos të harruar dëshmorët i kanë dhënë mirënjohje. Prandaj ftoj zotin Vajedin Berisha që t'ja jap mirënjohje, nëse unë këtu Vajedinës. Të nderuar familje të dëshmorëve, të nderuar bashkëpunëtorë, të nderuar ambasador, të nderuar të pranishëm, të nderuar bashkëpunëtore Zonja Maleshka, dega e shoqëtorët e dorë nga lufta e Rahovecit, ka vendosur se sot populli në promovim të librit mos vijej duhet thot, por të shërë një vërë simbolike për kontributin që e ka vënë në luftë dhe që e jep pasur dhe bashkëpunëtorja mund të jenë nderuar. Andaj, në kohër të përjetojnë në gjash të pavarësisë së Kosovës, organizatat e dorë nga lufta dekat në Rahovec ndonë mirënjohje për bashkëpunëtorën, publicistën, poetën Raimonda Maleshka, për kontributin djejnë e luftë dhe sot, për ruajtjen dhe kultivimin e vlerave të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, po ashtu shfrytëzoj rastin të përshëndes edhe printin e autorës dhe e inkurajoj që të vazhdojmë më të tjerë. Urimin e suksesit. Falenderoj zotin Berisha dhe organizatët e dalën nga lufta ushtrisërimtare të Kosovës deka në Rahovec për kujdesin që kanë dërguar për poetën e cila si duket asnjëherë nuk do të ndaloj se shkruaj për ata që na sollën lirinë. Dëgjoj më parë për trojet shqiptare, dhe trojet shqiptare kanë një flamur, kanë flamurin kuqezi. Ftojnë këngëtaren Sala Jashari me këngën Flamur, Flamur.
E falenderojmë Sali Asharin për këtë këngë kaq të bukur që na adhuroi këtu në këtë festë libri. Dhe tani në momentet e fundit me erdhi një kërkesë cilën e pranova dhe besoj se ja vlen. Një luftetar lirie, nuk do në emër. Në emër të gjithë luftetarëve të 3 luftrave çlirimtare për Rajmondën sjell një dhuratë të vogël. E thash në fillim se fajtorë për gjitha këtu është autorja, se që ajo i bashkoj geografinë tonë, ta dhejë, prandaj tash këtu se kemi nga të gjitha. Tash edhe një kërkesë, një vllai yni, një bashkëpunëtar yni, nga vjen nga Presheva, Medvegja dhe Bujanoci. Do të vetëm një përshëndetje të vogël. Urdhëroni. Përshëndetje Drenic, përshëndetje vëllezër, përshëndetje për Rajmonde Maleshka, poete e pandarshme. Këtu jemi së bashku, këtu është Kosova lindore, këtu është Medvegja, këtu është Bujanoci, këtu është Presheva. Jemi një, të gjithë një, motra dhe vëllezër. Një apel për gjithë shqiptarien, mos e harroni. Medvegjën, mos e harroni. Bujanocin, mos e harroni. Preshevën. Luftat ishin e para, e dyta, e treta. Ne mundohemi të ruajmë bërthamën, bërëm lapidarët, vorëm themelet kombëtare të dëshmorëve, ata të cilët janë sot këtu në mesin tonë, ne nuk i shohim. Ato na shohin se ç'po bëjmë ne për ato, sa duhet të bëjmë ne për ato. Ne, motra dhe vëllezër, duhet të bëjmë shumë, sepse ato e dhanë gjakun. Ata krijuan jetën për neve që ne sot të jetojmë të lirë në të gjitha trojet tona etnike, nga Sanxhaku i Nishit e deri në Çameri, Plav e Gusi, kësaj thënë Shqipëri etnike, urime Drenic, urime Shqipëri. Faleminderit. Falenderojmë për të fjalë. Dhe tani krejt me fond si zakonisht, para ju shtoj autoren e librit zonin Rajmonda Maleshka për të përshëndetur e për të falenderuar pjesëmarrjen e juaj këtu në këtë moment. E nderuar familje Ashari, i nderuar Baci Adem Delmançi, të nderuar pjesëmarrës, bashkëpunëtar, e pronë dhe familjar të dëshmorëve. Ju falenderoj për pjesëmarrjen në bisedën, promovimin dhe mendimet për librin tim me balada Bollën Zgjat mbi një këngë. Jeni të nderuar dhe respektuar të gjithë. Më keni nderuar dhe respektuar mua. Keni nderuar dhe respektuar luftën e shenjtë të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, të rënët, luftëtarët, familjet e dëshmorëve e vetë historinë. Gjithashtu, falenderoj Hamas, organizatorët e këtij aktiviteti, i cili obligon si çdo krijues
dhe mua, që të mos e lënë penën të heshtë për gjërat tona të vërteta. Fajin e kanë emocionet. Të shërbimit dhe historisë, kulturës shpirtërore dhe të ardhmës së Kosovës dhe shqiptarisë. Jam i mbushur në forcë, frymëzim me fuqi dhe dritë, me këtë rast që punën e nisur të mos e ndaloj kurrë, pavarësisht vështirësive. Më lejoni që në këtë rast t'ju uroj gjërat më të mira në punën dhe aktivitetin tuaj, personal, familjar dhe shtetëror. Në të urim është familja ime, bashkëpunëtorët e mi, dhe Tirana ku kam lindur dhe jam rritur, jam shkolluar dhe kam dhënë kontributin tim. S'dua të harroj papërfisë të këtij falënderimi as Dibrën, në vend origjinën time, e cila ka zërin e saj të fortë e të njohur në historinë tonë. Ju faleminderit të gjithëve. Faleminderit Raimonda, faleminderit të gjithëve dhe këtus po e përfundojmë këtë festë libri me dëshirën që u bofshim bashkë gjithmonë në këso festash sa e shumë. Ju faleminderit. Pas ja vlet. E morëm një fotografi kështu se kena për zemër këtu. Tonë bre, kretë bre. Sot do ta bëj foto ashtu, në çonka.